Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Bersh rekomandon pashtu edhe politika që duhet të ndërmerren. Qoftë për të mbajtur ata të cilët janë në Shqipëri, pra për të mbajtur brenda vendit, për të ndërtuar politika të cilat ata i mbajnë, pra të mos e shohin të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë, por edhe për mundësimin e kthimit të diasporës. Si e shihni ju të ardhmen e tregut punës? Shiko, realisht tregu punës e para fare njerë varet nga çfarë ne ofrojmë në tregun e punës, edhe në tregun e punës në çdo pozicion pune, ato aftësi të buta janë bërë gjithmonë më të nevojshme, dhe kjo nuk do të thotë për mua kurrë që këto i ka dikush më shumë dhe dikush më pak. Ato janë të mësueshme. Pra, secili nga ne fillon të kuptojë që këto aftësi që për mua janë të domosdoshme, që kërkojnë gjithmonë më shumë, që është komunikimi gjithmonë më mirë, të qenit i fokusuar, të qenit fleksibël. Këto janë që unë nuk e kuptoj pse mund të bëhet dallimi në gender në këto, sepse realisht unë në tregun e punës nuk e shikoj këtë gjë. Nuk është treguar. Unë mendoj që nuk ka qenë shterus, sepse ka shumë politika të tjera, ka shumë filozofi të tjera. Ajo që unë mund të them nga tregu i punës me logjikën e thjeshtë, secili nga ne shkon dhe ka një kontratë pune. Janë vetëm 70% ato që mund të jenë aftësi teknike që është vënë emri për çfarë ti ke një kontratë me dikë, po 30% që tjetër ka të bëjë vetëm me aftësitë e buta, si e bën punën. Pra 70% është çfarë bën, 30% si e bën. Unë nuk mendoj që ka ndonjë vend atje që duhet të jetë është femër apo është mashkull. Vetëm në rastet kur kontrata jote është që je modele femër. Patjetër që aty do të jetë modele femër ta kesh të gjën, që duhet të jetë kaq e gjatë, kaq e ashtu dhe kaq ashtu. Po në raste të tjera, unë mendoj të futesh gendering dhe të thuash që është dobësuar roli burrave për mua, është që ajo që ne po bëjmë është që po krijojmë disa probleme aty ku nuk ka probleme, mendimi im. Mendo çfarë ndodh nëse ne I vëmi kësaj ideje, është që do kemi në fund fare burra të paplotësuar në shtëpi dhe gra të super ngarkuara. E mendoni dot çfarë është kjo? Të cilat janë ato profesione të cilat mund të automatizohen në atë pikë sa fuqia punëtore të jetë e panevojshme. Si rule of the thumb, gjëja më e thjeshtë thuhet është çdo gjë e përsëritur e bërë në mënyrë të përsëritur, që ka arritur një standard në çdo pjesë të punës, kjo do automatizohet. Dhe po s'është automatizuar, do automatizohet. Pra, qoftë në çdo nivel, nuk ka të bëjë me pjesën e papërgatitur apo të përgatitur, apo me aftësi të larta apo aftësi të mesme, në çdo lloj pune. Puna e përsëritur do të bëhet në një botë. Duam, s'duam. Bile ishte shumë interesante, nuk e di në ndoqet, ishte një intervistë e Elon Musk, ai tha që unë e shikoj punën në 5 deri në 10 vjet të ardhshme, e shikoj si opsionale. Pra, do duash të punosh, okay, do duash, dhe bëri një analogji të llojit që nëse ka njerëz sot që mund t'i blejnë xarzavatet, mund t'i vend t'i marrin patjetër lirshëm në market, por zgjedhin që t'i mbjellin vetë në kopshtin e shtëpisë. Dhe tha, do vi puna në këtë pikë tani, kur ai e thot këtë gjë dhe e thot për të themi Amerikën, vendet më të zhvilluara, ai që unë besoj është, ne duhet të kuptojmë që në çdo pjesë pune tonën, ne do të kemi pjesë të punës që do automatizohen. Çdo lloj aftësie, e cila është e automatizueshme, ajo do të bëhet një orë më parë, sepse kjo do dalë, mendoj është në logjikën financiare të bizneseve. Ky zhvillim, ky progres nuk mund të jetë I dëmshëm sa kohë përqafohet dhe përdoret në funksion të asaj që ne bëjmë. Pra, nëse përdoret siç duhet në funksion të secilit, pra aktivitetit që kryen secili, atëherë është I dobishëm. Nëse ndodhet kundërta, atëherë bëhet I dëmshëm. Pra, është thjesht çështje e gjetjes së pragut dhe ai pragu që është të jetë I brisht, ndoshta për të kuptuar, jo nga gjithë, por duhet treguar pikërisht vigjilencë për këtë prag në mënyrë që të mos tejkalohet. Në raport me të rinj, duke qenë se ka një shkallë të lartë papunësie, pikërisht sepse tregu kërkon tjera gjëra dhe formimi I tyre, le të themi, është I ndryshëm nga kërkesat e tregut. Pra si mund të bëhet e mundur aksesi I këtyre vendeve të punës përmes këtyre të rinjve që sot nuk e gjejnë veten te këto vende që ofrohen. Ajo që unë mendoja që është, sidomos për këtë gjenerat,
ajo që ata kërkojnë shpeshherë është shumë e thjeshtë dhe shumë puritane. Ata kërkojnë meritokraci, ata kërkojnë që nëse ju thuhet një po, duhet të jetë po dhe jo. Pjesa që e vret shumë të brez është, si ta them shumë bukur, kështu më falni për frëngjishten, gënjeshtrat, korrupsioni, ju premtohet një gjë dhe nuk bëhet, është ju jepet një pagesë dhe i thuhet që mund ta marrin gjysmën në dorë, gjysmën nga banka, dhe ky brez në mënyrë më ndryshe nga brezat e tjerë e ka shumë të theksuar të qenit, do të thoshja, puritan, por mund të jetë në mungesë të një fjale tjetër. Pra ata duan dhe janë të drejtë për drejtë. Në momentet që ata e shikojnë që nuk t'ju jepet kjo gjë, mund të jetojnë me pak, mund të jetojnë me prindrit dhe bëjnë një abstenim nga tregu punës. Kjo është shumë e rrezikshme. Dhe ajo që unë besoj është që ne nuk kemi pse prapë të shpikim rrotën, edhe me këtë brez është që mënyra se si punohet është të krijuarit e portaleve të cilat janë e zhdukin të themi këtë lloj thyerje që këta njerëz, ky brez ka me kur takohet me burokracinë, kur takohet me gënjeshtrën, kur takohet me mundësinë e korrupsionit. Nëse bëjnë për shembull çfarë bëri Estonia, kryesisht me këtë brez, kryesisht me këta persona, ka dhënë mundësi të jashtëzakonshme aplikimesh online, edhe për gjëra të vogla. Aplikime online ku transparenca ishte jashtëzakonshme. Dhe kanë qenë aplikimet më të mëdha që janë bërë. Për vëndpune apo për shërbime? Për gjithë shka, unë do të thoshja që nëse do të bësh çdo vend pune, ta lidhësh me aftësimin specifik të tyre, ti do shikosh që ata marrin si një vlerësim. Është një brez që do të vlerësohet, nuk është një brez që do vetëm të shpërblehet. Dhe kemi këtë gjë dhe sa më shumë dhe sa më shpejt ta kuptojmë që kemi të bëjmë me një brez që ka kaluar shumë goditje. Ishte një gjë e madhe kjo 2020-s, ishte një gjë shumë e madhe. Të vim në Shqipërinë tonë, ishte tërmetin përpara. Kemi një tranzicion prej 35 vitesh, 30 vite, që do të thotë, ajo që jemi duke folur është këta njerëz duan mënyrë të veçantë se si mund të tërheqësh në tregun e punës. Edhe për faktin se janë persona siç thash që kënaqen me pak, jetojnë me prindrit, nuk i kanë atë urgjencën që kanë pasur breza më përpara që do dalësh të mbash veten. Sot nuk dalin, nuk vjen të marrin shtëpi me qera. Nuk vjen, ose po vjen një grup të gjithë bashkë. Pra, ajo që jam duke thënë është, ne kemi, nuk është një utopi kjo që po flasim. Ky është forca aktive që po futet në tregun e punës, me të cilën ne duhet merremi specifikisht dhe duhet merremi me strategji. Dhe unë do thoshe, aq sa merret qeveria, duhet merret biznesi. Biznesi duhet të bëjë për shembull me disa nga kompanitë që unë punoj është në zonën e tyre, ne merremi konkretisht me shkollën e mesme që është atje. Qoftë profesionale, qoftë nëse është shkollë e përgjithshme. Çfarë do thotë të merresh me ta? E bën shumë të prekshme që ti po kërkon talente, ti kërkon njerëz që duan të zhvillohen dhe thua që jo vetëm do zhvilloheni këtu, por unë po hap filialet e mia edhe në botë. Pra ti mund të ndërtohesh këtu dhe mund të vesh më mbrapa atje. Dhe nga mbrapa është gjithë familja që ndihmon këtë djalë të vajzë që të dalë një shkallë më lart. Por nëse ne nuk automatizojmë kontaktin e këtyre personave me futje në tregun e punës, me çarjen, me depërtimin në tregun e punës, në mënyrë transparente, ne i humbasim pa u futur. Dhe janë ndoshta të gjitha këto që ju përmendët, që ne e kemi diskutuar dhe tjetër, ato të cilat krahës faktorit madhor, sepse është edhe kjo përqasja, pra fakti mund të jenë të arsimuar dhe formimi i tyre arsimor nuk përputhet me kërkesat që ka tregu i punës, por edhe këto element që mund duken subjektiv, pra se si reagon kjo kategori, janë shumë të rëndësishme për të marrë në konsiderat. Me 4 muaj mund të marrin aftësinë që duhet. Sot vetëm do t'ja bësh shumë të qartë që ti duhet të dish 1, 2, 3, 4 gjëra që të vish të punosh me mua. Hajde këtu, do të ndihmoj. Kjo është qasja që biznesi do të dalë dhe do të ndërtoj stafet e veta. Por sa i vetëdijshëm është biznesi për këtë? Ju përmendët që në kompanitë që ju keni kontakte bëhet, por çështja është ato kompani nuk përfaqësojnë shumicën dërmuese. Shiko, ato unë mendoj që nuk përfaqësojnë shumicën, por unë besoj që janë modele pa diskutim, janë modele edhe për tu thënë, edhe për tu venduar, edhe për tu nënvituar. Ky brez nuk do që ti të marrësh të thuash që ti vjen punon për mua,
dhe ti je një person që unë të kam në pronësinë time, ose leku që unë t'jap ty është kosto për mua. Më fal, që kur I thua këti brezi, është që ti ke humbur. Ajo që dua të them është që biznesi duhet një orë më parë të kuptoj që punonjësin, pa punonjësi nuk bën dot. Nuk është kosto. Paga e punonjësve nuk është kosto. Trajnimi I tyre nuk është kosto, është investimi drejt për drejt. Është investim afat shkurtër dhe afat gjatë për biznesin. Dhe ky brez që ne po flasim, edhe ata që janë me aftësi të buta të ulta, me aftësi profesionale të ulta, janë më mirë për të punuar, se punohen shumë mirë me ta. Punohet shumë mirë se ata I kuptojnë gjuhën e transparencës, dhe qenë të drejtë, të meritokracisë. Duke I njohur kërkesat që mund të ketë ky brez, do jetë shumë më e lehtë edhe depërtimi I tyre në tregun e punës, pra për të ndërhyrë në kohë me politikat e nevojshme. E kemi ne për detyrë biznesi, unë flas në emër të biznesit, se drejtori biznes, e kemi ne për detyrë të flasim gjuhën e tyre. Dhe gjuhë e tyre është më e mirë nga gjuha që ne po diskutojmë me një brez të kaluar, që është brezi bëje me dy buxhete, bëje me 2 deklarime, këta janë e duan drejt për drejt gjëra. Shiko, jam duke përgjithësuar, nuk mund të futem të flas detaje, po jam duke thënë që në përgjithësi kjo është gjë që ne e kemi për detyrë ta mbajmë. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës I rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është I jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit, me mendje të hapur, të qenit I gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Notro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, që në kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MSC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.